Pyetja ime ishte, a mendon se vota diasporës do kishte impakt real në shoqërinë shqiptare? Ekzistojnë 30% e votuesve, njerëzve me drejt vote, cilët jetojnë jashtë. Pra, të paktën 30%, dhe nëse është e vërtetë që shifrat janë kaq larta, atëherë kjo do mund shkaktonte potencialisht lëvizje shumë të mëdha tektonike në skenën politike shqiptare, sepse po të marrim rastin më të thjeshtë, 30% votave mund të kthejnë bilancin e parlamentit, se kush e merr qeverinë, mund të krijojnë lëvizje të reja nga hiçi, të cilat fitojnë potencialisht zgjedhjet në Shqipëri. Po pikërisht se janë kaq shumë njerëz jashtë, pikërisht se qeveria, qoftë kjo aktualja, në këtë kohë kanë hikur kaq shumë njerëz, e di që shumë njerëz janë larguar në këtë kohë, ka frikë sepse thotë kjo është një vot që unë se kontrolloj dot. Pa diskutim që do ketë impakt dhe jo vetëm në masivizimin e votës, pra në plotësimin e demokracisë së Shqipërisë, po unë gjykoj edhe në qarkullimin e njerëzve, pra të vinë figura të reja, të vinë njerëz nga diaspora, të përmirësohet oferta politike, nuk mund t'ju flasësh ju ose kujdo që është jashtë me qendra premtime që bën në një zonë elektorale në një fshat apo diçka tjetër, sepse duhet thuash për gjëra më makro dhe të shohësh në atë lupën e një syri të shëndetshëm opozitar se çfarë shkon keq në Shqipëri. Kjo e para, dhe e dyta është detyra e gjithëve ne, dhe këtu sjell pak në vëmendje atë nismën, dua të votoj 2025. Ne kemi që për fillimit që vlerësoj jashtëmase dhe ju falenderoj juve që i keni dhënë zë. Është detyra jon prap t'i themi njerëzve, flisni me njerëzit. Kur të vi momentin e të jemi gati që të votojmë, që mos na dali votat realizohet dhe të votojmë vetëm 10.000 veta. Është momenti jon për të shprehur, duhet ta masivizojmë sa më shumë